Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ilir Meta nuk njihet më, ndryshimi drastik që ka pësuar në burg. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka nisur sot gjyqi në themel ndaj ish-presidentit dhe ish-kryeministrit Ilir Meta. Por ndërsa vëmendja mediatike ishte fokusuar te fillimi i këtij procesi të rëndësishëm, ajo që ka shokuar opinionin publik ka qenë pamja e tij vizuale. Ilir Meta u paraqit në sallën e gjyqit duke bërë simbolin e shimponjës me duar dhe duke përshëndetur simpatizantët, siç dëshmohet edhe nga imazhet. Megjithatë, ajo që ra më njëherë në sy ishte një ndryshim drastik dhe tronditës në fizikun e tij. Tiparet e tij të fytyrës janë dobësuar të imase dhe asgjë nuk të kujton më portretin zyrtar të ish-presidentit që ne jemi mësuar të shohim. Kjo pamje e dobët dhe e vuajtur i ka habitur të gjithë dhe ka nënvizuar ndryshimin drastik që ka pësuar Meta. Gjatë seancës, Meta ka kërkuar që seancat gjyqësore ndaj tij të transmetohen drejt për drejt për mediat, një kërkesë për të cilën gjykata pritet të shprehet në vijim. Kujtojmë se Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024, pas një rrugtimi të gjatë hetimesh nga SPAK dhe është marrë i pandehur për akuza të rënda, përfshirë korrupsion, pastrim parash, fshehje të pasurisë, të lidhura me aferën e Çezdia dhe lobimin e LSI-s në SBA. Hetimet pretendojnë se Meta dhe të bashkëpandehurit e tjerë kanë përdorur skema korruptive dhe ndikim politik për përfitime të palishme. Meta dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi kanë kërkuar më herët pushimin e çështjes ose kthimin për hetime të mëtejshme, ndërsa procesi vijon në GKK.